I rrethuar nga kodrat e fshatit Grekoc dhe i kthyer në një nga pikat më të vizituara të zonës, liçeni artificial po tërheq çdo ditë banor e vizitorë që kërkojnë qetësi dhe afërsi me natyrën. Pamja qetë e ujit, gjelbërimi përreth dhe frekuentimi gjithnjë më i madh nga vizitorët e kanë kthyer liçenin artificial të Grekocit në një nga atraksionet më të njohura të kësaj ane. Kryetari i këtij fshati, Reshat Selimaj, ka treguar se si lindi ideja për ndërtimin e tij dhe çfarë ndikimi ka pasur në jetën e banorëve. Ky liçen ka qenë ndër vite, po është zhduk nga humbja e ujit dhe me idenë e Nezir Selimaj, që është një mërgjimtar mjaft i interesuar për fshatin, ka qenë që ta ringjallëmi prapë. Dhe kemi kthyer në gjendjen e ndoshta edhe një 10 fish më të mirë. Selimaj thekson se deri më tani në këtë projekt janë investuar rreth 30.000 euro, investime që kanë mundësuar jo vetëm në rikthimin e liçenit, por edhe përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve për vizitorët. Me bashkëpunim me shoqatën Grekoci, Kuvendi Komunal, tu diku në afër 30.000 euro kanë qenë investime që janë bën këtë vend. Dhe është i frekuentuar jo vetëm nga banorët e fshatit Grekoc, por nga fshatët përreth, po edhe më larg, edhe më gjerë. Përveç se një hapësirë relaksi dhe rekreacioni, zona përreth liçenit artificial të Grekocit po shihet edhe si një potencial i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe sportit. Sipas planeve të prezantuara nga përfaqësuesit lokal, në të ardhmen synohet ndërtimi i një qendre sportive që do të japë këtij lokacioni një dimension të ri funksional dhe rekreativ. Sa për informacion, ne si kryesi e fshatit, me që kemi një ide që këtu mbrapa nesh, ku kemi rafshu dhe unë, dhe vjen një qendër sportive, dhe më onë fush futbolli, voleybolli dhe basketbolli. Në të ardhmen e afërt do të ekzekutohet këtu. Ndërkohë, prioriteti aktual mbetet rregullimi dhe ndërtimi i shtigjeve të ecjes, të cilat pritet të shtrihen në një gjatësi prej 9 deri në 11 kilometra. Interesi primar tani e kemi shtigjet e ecjes diku 9 deri 11 kilometra. Që do t'i krijojmë sikur këtu që i kemi përreth. Projekti synon jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës rekreative, por edhe promovimin e një stili më të shëndetshëm jetese dhe rritjen e numrit të vizitorëve në këtë pjesë të komunës së Suarikës. Arsyeja pse jemi fokusuar në shtigjet e ecjes është për shkak se këto vikende është çaq me umër ide ndor që janë këto nuk janë të mjaftueshme dhe kjo ideja ka qenë dhe edhe me kryetarin e shoqatës Zotin Recep Nezira, që kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht fretshëm, që diku 9 deri 11 kilometra të krijojmë shtigjet e ecjes. Interesimi për liçenin artificial të Grekocit arritet ndjeshëm gjatë muajve të verës. Sipas kryetarit të fshatit, në ditët me motë të mirë, ky destinacion vizitohet nga rreth 500 persona brenda ditës. Këtu është një e mirë që verës ku na vinë gjithë mërgjimtarët, po edhe këtu që janë rezidentë, është kënaqësi me ardhmë mbrëmje. Dikun rreth 500 veta vizitojnë çdo ditë këtë liçen mbrëmje. Kjo është për krenari, për kënaqësi shpirtërore. Frekuentimi i lartë gjatë sezonit veror dëshmon se ky lokacion po shndërrohet gjithnjë më shumë në një pikë të rëndësishme rekreative dhe turistike për rajonin.